6 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të parakohshme, qytetarët e Kosovës u janë drejtuar këtë të diel sërish kutive të votimit. Nga ora 7 e mëngjesit janë hapur vend votimet në qendrat zgjedhore në komunat e Kosovës, ndërsa të drejtë vote kanë 2.092.174 qytetarë. Zgjedhjet e reja mbajnë pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin brenda fateve kushtetuese, dhe për qytetarët është era e tretë brenda më pak se një viti e gjysmë që votojnë në zgjedhjet parlamentare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti votoi rreth orës 9:30 minuta dhe në deklaratën e shkurtër për mediat u bëri thirrje qytetarëve të dalin masivisht në votime, pasi sipas tij pjesëmarrja e lartë forson legjitimitetin e institucioneve të reja. Sa më e lartë të jetë dalja e qytetarëve në zgjedhje, aq më i madh është legitimiteti i institucioneve dhe aq më solid stabiliteti i tyre. Sot vendosin ata që votojnë, prandaj edhe u bëj thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, ta përdorin mundësinë qytetare të përcaktohen për përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Republikës në legjislaturën e 11. Uroj që për zgjedhje parlamentare këtu do të shihemi pas 4 vjetë. Ish presidentja Vjosa Osmani u prit nga një qytetare veshur gjithashtu me roz, teksa të dyja shkrepën një selfie përpara se kandidatja në listat e LDK-s të hynte për të votuar. Në këto zgjedhje, Osmani garon në listën e përbashkët me LDK-n, ish partin ku ishte antare përpara se të zgjidhej president e vendit. Dua të uroj për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës një proces zgjedhor të rregullt, një proces zgjedhor që i kontribuon demokracisë në vendin tonë, që i kontribuon edhe krijimit të institucioneve sa më parë që të jetë e mundur në mënyrë që Kosova të dalë nga krizat e njëpasnjëshme. Kjo është në interes të vendit tonë, është në interes të qytetarëve tanë dhe do ta forcoj Kosovën edhe për brenda edhe jashtë kufive të saj. Kështu që shpresoj shumë që sa më shumë qytetarë tanë ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike në mënyrë që të dëgjohet zëri i tyre në këtë proces kaq të rëndësishëm e kaq jetik për vendin tonë. Me bindur që me votën e qytetarëve sot do të mundsohet rruga drejt krijimit të shpejtë të institucioneve dhe do të dalim nga krizat e njëpasnjëshme të cilat e kanë dëmtuar vendin tonë, siç e thash, edhe për brenda, por edhe jashtë kufive tonë. Kështu që vërtet kam optimizëm të madh që sot vota e qytetarëve do ta nxjerrë vendin nga kriza dhe shqyrësh jemi kthyer te qytetarët që ata ta bëjnë këtë punë. Me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e kësaj të diele, janë shtypur 1.778.300 flet votimi, prej të cilave 1.605.000 janë të destinuara për votim të rregullt, 19.450 për votim me kusht, 13.500 flet votimi rezerv, si dhe 3.500 për votimin e personave me nevoja të veçanta.